Ligji për përfaqësim të drejtë po sillet në mënyrë jo transparente dhe ashtu siç është përgatitur nuk e rregullon përfaqësimin, këtë e deklaroi kryetari i krahut të Aleancës për Shqiptarët Zjedin Sela, sipas të cilit edhe përzgjedhja e momentit për miratimin e tij para zgjedhjeve lokale ka për qëllim të vetëm përfitimin e pikëve politike. Sipas Selës, prezantimi triumfal i dieshëm i ligjit ishte vetëm shfaqje teatrale nga kryeministri së bashku me dekorin e tij, prej zëvendës kryeministra, tha Sela. Gjithmonë në qoftë se ky është versioni, sepse unë kam arritur që të gjej një kopje të ligjit, e këtë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat asgjë tjetër nuk ndodh, sepse nga 15 nene gjithsej që janë, në 2 faqe ligj, apo nuk është bërë gjë tjetër vetëm se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që i bëhej balancuesit. Në nenin 6 të këtij propozim ligji, thuhet që çdo qytetar në çdo moment ka të drejtë të deklarojë përkatësinë e tij etnike ashtu siç dojë. Zëvendës kryeministri Mexhiti thotë se opozita aktuale kritikon fillimisht për barometrin e përfaqësimit që vetë hoqi në kohën e pushtetit kaluar, ndërsa tani kritikon edhe ligjin që e ka sjellë qeveria aktuale. Ai theksoi se pas miratimit nga Komisioni i Venecias, ligji do të dorëzohet në kuvent. Do më thonë, po e bëjmë në këtë qeveri, në vitin e parë, pra, po mbyllim një çështje që është dashur të mbyllet në 2003 e këndej. Pra sollëm ligjin për përfaqësim adekuat, i cili do kthehet nga Komisioni i Venecias, do ketë debat publik, do jetë në procedurë parlamentare, ku secili deputet mund të jap kontribut për që të jetë ligji më i mirë, më funksional e kështu me radhë. Edhe kryeministri Mickoski konfirmoi se nuk bëhet fjalë vetëm për mungesë transparence, por se procedura është që së pari ligji të dërgohet në Komisionin e Venecias dhe më pas të jetë i qasshëm për deputetët. За жал, албанската опозиция имаше можност повеќе од 20 години да создаде закон кој што ќе обезбеди правична застапеност. Тоа не го направија. Создава импланти, кои што знаеме сите како заврши, со големи злоупотреби, измами и така натаму и така натаму. Да почекаме да се произнесе Венецијанската комисија, потоа сите пратеници во рамките на парламентот ќе го имаат предлог tekstот na кој што може да учествуваат со amandmani. Propozim ligji dje u prezantua në qeveri nga zëvendës kryeministrat Izet Mexhiti dhe Arben Fetai, të cilët thanë se metodologjia e re për përfaqësim të drejtë do të bazohet në regjistrimin e fundit të popullsisë dhe për zbatim do të formohet trup koordinues i veçantë.